Hej, përshëndetje, po më shikoni kështu se po shtri flokët, sepse do dalim, do vimi në një vend kështu, do dalim këtu te zona jonë, do vimi të ham drekën, si gjithmonë. Edhe pastaj dua të marr disa lule për në shtëpi, edhe për të balkoni, jo për brenda domethënë. Edhe prandaj dua të dal. Do t'i blej dhe një dhuratë Elo, sepse kishte ditëlindjen dje, edhe t'ja blej sot. Edhe kështu, do të them për këtë pjastrën është shumë e mirë, kam dëgjuar shumë review të mira, edhe është ja vlen domethënë. Unë këtë e kam marrë në Shqipëri, nuk kam marrë as në Amazon as në Itali, e kam marrë në Shqipëri. Edhe më super pëlqen sepse t'i shtrin flokët direkt, shikoni si t'i shtrin, direkt, plus që mua më mbajnë, domethënë derisa t'i laj më mbajnë flokët të shtrira, nuk më prishën fare. Të thoni ju mbas se ka të bëj floku, nuk ka të bëj floku se pjastrën që kam pasur më përpara nuk më mbante kaq shumë, më mbante një ditë, edhe tani më rrin më mirë flokët, edhe më pëlqejnë shumë kështu me këtë pjastrën. Dhe ja super, ja vlen, nëse doni mund të bëni edhe një screenshot që ta keni. Kështu, është super e mirë, unë i shtrim me këto 550 gradë, edhe unë këto në fakt e kam provuar kur leva flokët në Shqipëri, e provova tek ajo parukere që kishte si kjo pjastra edhe më pëlqeu, e thash po e marr domun. E kisha parë në fakt, e kisha parë shumë në TikTok që e flisnin, bënin për të pjastrën, pastaj thash unë si gjithmonë reklama gjëra kështu dhe më hypi frika, thash se s'është kaq e mirë, por kur e provova atje ngela shumë e kënaqur. Edhe kushdo më shkruaj ku mund ta gjeni këtë pjastrën. E kështu dhe ja duhet të nxitoj pak sepse dërgova Andren që të merrte qumësh për Matias, edhe unë po shtri flokët sa të marrë ndroj qumëshin. Plus, shkoni që nuk jam në humor të mirë sot, në një gjendje të mirë, sepse më nuk e di se që kalova një krizë, nuk e di panik, nuk e di se çfarë mund ta quaj, po më rri më atëherë. Më ka ndodhur këtë ditë që më rri zemra ekstrem shpejt, për sa nuk arrej dot që të merra frym. Edhe më ka ndodhur shumë herë këtë ditë. Edhe më kapi mbrëm, më kapi domethënë me raje shumë të shpeshta të zemrës, edhe unë piva kështu komplet, nuk po ndeja më trupin, vetëm dridesha, edhe më mirëshin ekstrem, sa me zi mora telefonin që të i shkruaj Andres se ishte në salon, dhe unë po merresha me Matias që ta vendosja në gjumë, edhe më kapi kështu me sekonda, edhe me zi kam shkruar Andres se imagjino nuk flisja do me thënë që ti thërrisja, se unë isha në dhome dhe dëgjohet, po të do me po ti thërrasësh dikuj, dëgjohet. Edhe nuk arrija do me thënë as të flisja, nuk e di se çfarë më kapi ashtu, dhe pastaj unë bëra komplet ekstreme parë si njëri vdekur, filloi buza, miza, gjua, komplet, e mundzi, komplet pjesa këtu poshtë, unë nxiva komplet. Edhe Andrea në kokë shumë më tha më që të si mbrekëm të lartë, domethënë, se më ka thënë të përreshve që që kam shumë probleme me këtë tensionin. Edhe më ka thënë gjithmonë që sa herë të kesh, domethënë, kështu të ngresh këmbë të lartë. Unë në atë momenti nuk kisha fare fuqi as bëja asnjë gjë, jo më të ngrija këmbë të lartë. Edhe e duke erdhi kështu Andrea, si ngre
kam lartë, kur në pak shumë fytyrë më tha ma ua, tha pse i bërë kështu në fytyrë. Ndërkohë nuk e kisha parë veten, po përballë unë kam pasqyrën nga krevati dhe po shkoja kështu dhe u tremba. Thash, pse u transformova kështu, nuk e di s'ça ishte krizë pa parë brëm. Por më duhet të bëj një vizitë se po më kap shpesh kjo gjë. Plus jam me Matias dhe nuk i diet asnjëherë, mund më kapi në rrugë, nuk e diet se kur mund më kapi. Edhe prandaj do të bëj një vizitë, por shpresoj mos na jetë ankthi sërish. Sepse ankthi kur më ka kapur, që më kapte atëre, nuk më kapte, domethënë kapte me rreth shpesa të zemrës kështu, po jo me marrje mendesh. Mua më kap me marrje mendesh edhe më shtrëngon këtu mbrapa koke që nuk e di, është një gjë shumë e çuditshme, nuk di as unë vetë, domethënë se si mund ta shpjegoj këtë gjë. Por nuk e di, a ju ka ndodhur juve kjo gjë kështu? Më thoni, më shkruani se jam për shumë me radhë. Dhe pasaj kisha vetëm frikën e Matias, rrje shkoja Matias shoti se kisha ngjitur aty te krevati. Edhe Matias që qante, nuk sikur e ndjente në atë moment që unë nuk isha mirë. Edhe unë ndjeva aq keq. Por shpresoj na kaloj kjo gjë kështu, se nuk e di, po më përsëritet shumë shpesh. Edhe mbrëm ka kapur shumë keq. Një herë tjetër më kapi kështu, por më kapi me të vjella. Mbrëm më vinte, kisha shumë të përziera, por nuk mund të nxirja dot. Nuk e di pse, se është më mirë domethënë kur e nxjerr, se sa kur e ke domethënë kur e mban kështu. Jo se doja unë ta mbaj, nuk arrija dot domethënë që të dilte. Edhe kështu. Edhe sot nuk është se jam në një gjendje fort mirë. Kam këtë mpyrjen e kokës, e kam ende. Edhe më vjen për të vjellë sërish. Shumë gjë të çuditshme është kjo, që po ndodh mua, nuk e di se çfarë mund të jetë. Por tani shpresoj vete tek doktoresha. Edhe të vizitohen, të më japi diçka, të bëjnë një analizë në gjë, nuk e di se çfarë. Edhe kështu, në një anë them mos ma jep edhe nga gjiri, nuk e di, nga që më është zmadhuar sërish ky mastiti. Edhe prandaj, edhe kam frikë mos ma jep sërish ky, por përpara nuk më ka dhënë të njëjtën gjë, thjesht më jepte temperaturë dhe dhimbje gjiri, nuk është se më jepte diçka nga këto që unë thash. Edhe është shumë kjo gjë, por shpresoj të na kaloj. Frika më e madhe është që jam me Matias, se s'jam kafe budalliqe mendon në ato momente. Edhe pastaj më kapi qaja kot, pa pushim. Nuk e di pse isha në shtudie, mbrëm jo djem. Se ti isha shumë mirë, ishim aktive, dolëm gjithë. Nuk e di se çfarë patëm. Unë jam kuruar dhe më përpara nga koka, nga migrena që dhe më duket që po më përsëritet prap ajo gjë, por problemi është që kur më kapte migrena është njëjta gjë, domethënë që thash të simptomat, por nuk më kapte me zemrën. Më sa më pajnë më tonë, jam që kësi harrashe, edhe prandaj. Por shpresoj mos tjetë kjo, ma të është diçka kështu e lehtë, nuk e di. Shikojmë tani të hënën, kur të veket e doktoresha që t'i them, që të marrë dhe një vizit për gjirin. Edhe tani ndërkohë që flas, më merret fryma, nuk arrin dot, domethënë që të mbushem komplet me frymë, më mban këtu domethënë. Edhe kështu. Edhe ja është priva dhe flokët që mbarova dhe do bëj një make-up
super mega të thjesht, ose do vendosë vetëm fondatin që mos t'jem ka shëra, sepse si që kam thënë që fytyra ime këtë kohë nuk është shumë mirë për shkak që unë kam dalë të putra, edhe janë kështu të vogla, nuk është se duken shumë, por po na gritet dhe Matias tani. E dëgjoni sikur jo do më ktheni përgjigje mua tani. Mbaruan flokët më në fund. Më jam bërë sërish ende për të lyer, o zot. Shikam dhe njërë këtej. Matias ka arari në gjumë tani në fakt edhe prandaj po grindet. Por si e zë gjumë Matias do thoni jo, është shqyqyr, ja rrita kësaj gjëje që nuk, Matias nuk flas me të tundur as me gjë, vetëm thjesht ta lësh atje në krevat. Edhe njëherë më do mua, njëherë nuk më do, zakonisht ditën nuk para më do, por natën më do. Kështu i shtrim flokët tani dhe ikim sistemoj Matias edhe bëjmë një super make-up të thjesht. Ku është Matias? Matias, që bën me mama? Oh, qa? Rosa? Ku është Rosa Matias? Ku është Rosa Gjunit? O, zemra ime vogël ti. Pse ke që çorapet Marusi? Pse ke çorapet me mamus? Shikoni qik dhëmbin e Matias to. Më ka dali dhambi, thaj, më ka dali 2 dhamba. Më dolem shumë shpejt, thaj, pa më bushur 5 mosh, më dolem dhamba, thaj. Kështu po sistemoj Matias, edhe po visërisht. Qa kemi, mama? Qa? Matias! Pse nuk flet gjumë? Matias do gjumë, edhe shot si për tani. Mere quqon. Mere quqon, o, gëshin. Si do flokët gjumë, mama? Do flet gjumë? Ka fiksim të lozi me batanio, ka flet gjumë. Qa? Ullon kokën? Ku është Matias? Doli Matias. Po vazhdoj të bëj make-upin tani se ngelëm këtu. Heni mamuli. Te dua. O te dua. Ngeli kjo së po thoja kështu pa hapur, sepse me që po merresh aty me Matias si super bëja në gjë, por ka në një fiksim që do të rri unë aty me atë. Por edhe se ka zënë akoma gjumi. Zakonisht gjithmonë në dreke jam munduar shumë që të kemi një orar edhe në dark. Po në dark e kemi pak si vonë, por shqyr që është mësuar me këtë orarin tani dhe nuk dua që t'ja prish. Edhe në dark e kemi fillojmë nga ora 8:30 deri në 9:30 që të flem gjumë. Dhe kështu për shpresoj domethënë që të flem më shpejt, sepse nuk e zë gjumi asnjëherë rreth orës 9:30, nuk e zë, po zëvati ora 10 e ka problem. Nuk e di, nuk e munduar, domethënë që i bëj banjo natë për natë kemi dushin, se ndryshe nuk qetësohet Matias, edhe po përdor të fondatinën nga Huda Beauty, shumë pak do përdor, sepse ju thash do vendos vetëm pa fondatinë dhe blush, se s'kam shumë kështu për të lyer sot, vetëm që mos t'jem kaq rënd. Edhe për të thosha rreth orarit Matias, shqyr tani shpresojnë që të dërgjumi me shikon mua kur unë flas. Ari ti fli gjumë. Më shikon mua dhe qesh. Por Matias do që të flej në errësirë. Këtë është çështja.
Por kemi dritë këtu tani se po xhirojmë. Nuk është se do shumë gjumë tani, se po të donte shumë gjumë do i zinte. Edhe ja, e ndjela jone. E kishim lënë sot për të vajtur edhe në një liçen, por gjendja ime, siç u thash, nuk është mirë, edhe prandaj nuk do themi, sepse nuk e di, nuk jam në gjendje fare që dal sot. Por më duhet të dal që të marr ato gjërat që u thash edhe prandaj. Matias! I ka ikur çuço tani edhe po shkojtja vendos. E heqa të çuçon, e hedh andej nga krevati nga i vërvit andej mes bazanijes. Edhe kërkon pasaj, se pa çuço Matias nuk fle. Vetëm jashtë fle, është e çuditshme. Fle vetëm jashtë edhe kur është në shtëpi nuk fle asnjëherë. E hoqi sërish. Po shkojtja vendos sërish. Unë u vesha dhe ky dashoria këto do që të rri me këta. As buzën nuk leva, vetëm vendosa të plashin edhe kaq. Edhe do t'i lyp pasaj. Por Matias nuk po e zë gjumi. He, si shikon aty. O Matias, si nuk po të zë gjumi ty mama? Ha? Si nuk po të zë gjumi ty? Bëzhuk po të zë gjumi ty. Let's go, Matias! Jetë! Kush është atje? Jeti, moj dashuri, jeti. Jeti. O mrekullia ime vogël. Au, mos mi shkol flokët. Mos mi shkol flokët, Matias. Matias. E hoqë batani e shpi? Nuk do të flesh gjumë sot? Nuk do gjumë sot? He? Matias. He, kush është atje? Kush është një çuni bukur? A jeti me mamusi? Jeti me mama ty? He. Edhe po presim Andrean tani që të ikim, se unë po vdes, më ka marrë shumë uria. Po të mama të ka marrë uria? Ti pive. Ti pive që më shenë tënde. No, është pikim të dua. Të dua. Edhe kështu edhe presim Andrean tani edhe që të ikim. Ua, nuk e di sot jam aq keq sa nuk jam kështu shumë e përshëndruar. Sërish më mirë mend. Ama mama. Edhe më mirë mend plus kam të shtrëngimin të mbrapa kokë që nuk po më liron. Ua, shoh si mi kapi flokët. I ka fiksim flokët e mia. Matias! Mos mi kap flokët! Edhe ikim tani se po vjen Andrea të zbresin poshtë edhe që mos të presin neve. Bëj mama, bye! Bye! Iko më në fund, Andrea është para me të shumë, nuk ka pa karozën kështë poshtë. Mora disa lejre dhe i kam vetosur këto poshtë. Por po mendoj që të marrë dhe si këto. Njerëm këtu të kë punë Andrese do rrugulloj një që këtu të makina gomën. Nuk e di se që do bëj. Edhe i morëm atë lullet më në fund. Edhe mora një që është copë duke ta 7. Nuk e mbaj mirë mënd. Por duhet dy vete dhe tek Action që të marrë një kështu fill për çoçon e Matias, po flej gjumë tani Matias, edhe më duhet që të marrë edhe një furç për të larë biberonin, sepse më prish, edhe do të marrë atje, edhe tjetër do shkoj edhe për vazo. Kam një
2 vazo, 3 vazo atje në shtëpi, por 2 të marrë dhe akoma të tjera, sepse morëm ato lulet. Edhe kështu më ka rënë ky gori i kësaj unazës edhe kur të vete në Shqipëri ta vendos sepse nuk më pëlqen kështu. Edhe ja kështu ku kjo e djela jone sot. Shumë mërzitur që jam kështu në këtë gjendje, por di që nga koka jam kështu si jam pirë tani zërgjumi dhe Matias dhe atje nuk përqetësojsh kur hëngrëm edhe nuk Matias ka një gjë që nuk rri dot në një vend edhe do vetëm të bëj xhiro edhe prandaj është kështu. Kështu edhe do ju hap sërish më bon kur të vete tek action. Sa më kishte munguar kjo puna këtu. Shumë po bëj gati. Edhe një 8-9 muaj që s'kam ardhur këtu. I zot, këtu kam kalu një 2 vjetë ca. Edhe tani që shikoj se si më duket. I pas kanë hequr këto mobilet këtu gjitha. Edhe unë këtu. Se emocion kur vi tani prap. Isha vit, isha zani, tani jam kështu. Se si më duket. Më ka munguar shumë kjo aroma këtu. Po shkoj tani në toalet që të laj duart, se po ma shpif ajo era e muagave, e luleve, dhe po i kiti shkoj që t'i laj. Kemi dhe këtu një pasqyrë tjetër. Jaj. Erdhëm në shtëpi edhe ti tërgoj pak të lullet që mora. Sa kjo që kam flokët që i kam kap me të kapsen këshu. Se po me vesha me Matias, lava dhe Matias edhe rëndaj ka kështu. Edhe në bërë shumë ekstrem për të lyer. Edhe pa të rëgoj pak lullet. Ja, shikoni sa të bukra janë. Por, e di që unë kam harru pa marrë një lullje që është dejsi. Edhe do ta marrë nesër besoj. Edhe se më pëlqen shumë, ajo kam shumë qejf si lule dhe do ta marrë. Edhe këtu do të çojmë në balkon, jo këtu në tek shkallët, jam te shkallët tani. Matias që do në krah. Qa do ti Matias? Matias, o bukurosi mami. Na, mere rosi mamushi. Mere rosën, se që ve ka këtë rosën dhe i ha hundë. Oj, si mremi, kuj ke dhe më bëti Matias? Që nuk të le që t'ja hapësh kështu gojën, që si mbyll, nuk të le. Kuj ke dhe më të mama? Ti pash dhe më. Edhe zbathur, ndërko se çorapet na bëjnë alergji, nuk i majnë dot, nuk i ka që fare çorap. Po çuditshme që shikosh kështu zbadha dhe bën këmbët me djerës, nuk e di pse. Nuk e di pse, do t'i haj këmbët unë ty. Do t'i haj këmbët Matias. Përshëndetje që këtë YouTube-i mami. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Ku erdhi fundit vlogut ton, edhe pasaj do vemi edhe nga Elo që do t'i japim dhuratën tonë, harrova me shkolli vlogut që ta merja dhuratën me vete, por e lash në makinë edhe harrova, do me thënë që t'ju t'regoja sot. Edhe sot janë edhe pashkët ortodokse, mama në flokut. Edhe gëzuar të gjithë besimtarve ortodoks që festojnë Pashkët, shëndet dhe mbarësi dhe lumturi për ju. Dhe mbyllim këtu këtë video dhe kemi atë qesën në panolinave aty, edhe shihemi tek videoradhës. So, bye! Bye mamuzi! Bye Matias!
Përshëndet mamusi.